Korrja e Grurit në komunën e Gjakovës pritet të nisë në ditët në vijim. Sipas drejtorisë për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural, këtë vit në komunë janë mbjellë rreth 4.000 deri në 4.500 hektar me grur. Drejtori i kësaj drejtorie, Gani Hajdari, thotë se kushtet klimatike kanë qenë të favorshme gjatë këtij sezoni, duke krijuar pritshmëri për rendiment të mirë dhe prodhim cilësor. Ne jemi në prag të korrjes së grurit. Planifikimi në komunën tonë ka qenë 4.000 dhe 4.500 hektar të mbjellura me grur. Këtë vit, kushtet klimatike në konë të favorshëm në prodhimin e fermerëve, ku presim edhe rendimenti me qenë i mirë dhe i cilësisë. Sipas Hajdarit, viteve të fundit është vërejtur një rritje interesimit të fermerëve për mbjelljen e grurit, misrit dhe kulturave të tjera bujqësore. Ai shton se pavarësisht vështirësive me të cilat janë përballur fermerët, si çmimet e larta të inputeve bujqësore dhe të naftës, ata kanë pasur mbështetje nga institucionet komunale dhe qendrore. Në të mbjellura gjithmonë këto vitet e fundit ka interesim të rritjes të fusha në të mbjellura me grur, misra dhe produkte të tjera bujqësore. A kanë pas vështirësi fermerët në këtë vit në prodhimet e tyre, po kanë pas vështirësi se kanë qenë çmimet e larta të inputeve bujqësore dhe çmimi i lartë i naftës. Po gjithmonë kanë gjetur një mbështetje tek institucionet, qoftë komunale, qoftë qendrore. Me fillimin e korrjes, pritjet janë që prodhimi i sivjetshëm të jetë i kënaqshëm, si për nga sasia, ashtu edhe për nga cilësia, fal kushteve të favorshme klimatike që kanë përcjellë sezonin e kultivimit.